e aspër, si ta kuptojmë këtë? Si shkallë lartë të pakënaqësisë dhe zhgënjimit me këtë klasë politike, me këto parti politike të cilat për muaj të tërë, mbi 16 muaj, faktikisht një vit e gjysmë më tepër, kalkulonin, bënin triqe politike, bënin barikadime politike, blokada njëri tjetrit, pa vrarë mendjen fare se çfarë pasojash mund të kenë sjelljet e tyre politike për interesat të ngushta partijake politike dhe jo për interesat shtetit dhe qytetarit, dhe kjo sjellje e tyre pa përgjithshme deri në përbuzjen ndoshta ndaj tyre, pra ndaj qytetarëve, ka sjellë këtë shkallë të ulët të pjesëmarrjes. Në fakt, ky është bojkot. Dhe ky do duhet të ishte mësim, leksion që partitë politike ta marrin seriozisht, në mënyrë që të mos veprojnë si gjatë zgjedhjeve të kaluara, gjithsesi sjellje të kenë të tilla siç kishin gjatë muajve të kaluar, për ta quar edhe një herë vendin e zgjedhjes, sepse thjesht ato zgjedhje do të mund të ishin thjesht bojkot total, ose një pjesëmarrje simbolike me 10-15% që në fakt edhe do të ishte ilegjitime dhe madje edhe jo ligjore, ani që ne nuk kemi ndonjë kufi të saktuar të pjesëmarrjes. Megjithatë, logjika juridike nuk lejon që mbi fjala të bijmë në ato nivelet më të ulta të legjitimitetit demokratik, dhe kjo klasë politike duhet ta marrë seriozisht këtë bojkot dhe të veprojë, të reflektojë sa më parë që të bashkohen, të merren vesh qoftë krahu opozitar, qoftë fituesi me ndonjërin prej subjekte politike, partive parlamentare, që t'i bëjnë institucionet, fillimisht kuvendin, pastaj presidentin dhe qeverinë. Dhe tani më, profesor, kemi një rezultat krejtësisht ndryshe prej atij